Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i enjtë 27 mars 2025. Dashi. Mund të themi se kjo ditë udhëton në një mënyrë shumë të qetë dhe në mbrëmje ka një mundësi për të folur për dashurinë. Ka të ngjarë që së shpejti të mund të filloni sërish me një sezon të ri pune, risish. Demi. Me të tjerët do të gjeni një marrëdhënie të mirë, por duhet të sqaroni një marrëdhënie me disa partner apo bashkëpunëtor. Kini kujdes se çfarë bëni. Binjaket. Dita më e mirë për kontakte, për punë, për takime. Në familjen tuaj ju jeni qendra e shtëpisë, veçanërisht nëse jeni prind. Gaforja. Besti gjatë kësaj dite, përpiquni të mos krijoni probleme në familje ose në punë, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të shmangim çdo lloj polemike të padobishme. Luani. Mendërisht ju jeni në formë të përsosur dhe prandaj edhe nga pikpamja emocionale mund të shëroheni. Inkurajoni bashkëpunime me qytete të tjera. Virgjeresha. Vëmendje, një dashuri nga e kaluara mund të kthehet. Biznesi i papërfunduar sjell ankth. Peshorja. Një ditë pak e çuditshme për ndjenjat, është një kohë më e vështirë për ata që tashmë kanë përjetuar një krizë në të kaluarën. Mos u ngarkoni nga ngjarjet, qetësohuni. Akrepi. E kuptoj që do të dëshironi të kishit zgjidhje të menjëhershme, por tani për tani nuk ka referencë ose nuk është e mundur të arrini atë që dëshironi, në vend që të luftoni tani duhet të ngecni. Shigjetari. Keni kaluar një ditë të vështirë, ka pasur një debat, një vonesë apo një problem dhe që atëherë nuk keni mundur të qetësoheni, përpiquni të relaksoheni. Britsjapi. Ka ndryshime brenda natës, sot jeni të lodhur. Kujdes nga tradhtitë e vërteta ose të dyshuara. Ka edhe nga ata që po I kushtojnë më shumë kohë punës, mbrëmja është e nënshtruar. Ujori. Sinjale të mira nga pikpamja e dashurisë. Përmirësime në punë, mos nxitoni gjithçka. Peshqit. Ju do të merrni një përgjigje të rëndësishme brenda 3 ditësh. Periudha e përshtatshme për planifikimin e ndonjë angazhimi. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.